Të dashur bashkëdhetar shqiptar, si çdo natë dhe sot ditën e premte, përsëri u kërkoj më falni për vonesën, sepse kemi shumë njerëz që po vinë nga jashtë, sidomos nga Amerika dhe nga Evropa. Shqiptarët e kanë kuptuar që të rikthehen në tokën e tyre, mjaft 3,5 milion që kanë ikur që më në jetën. Duan të vinë të shkojnë prindrit e tyre që janë pa bukë, pa ujë. Të dashur shqiptar, unë u kam thënë gjithmonë në fillim nuk e keni kuptuar mirë, se të dyja partitë janë dy parti anti-shqiptare, që ne do t'i nxjerrim komplet nga skena, nuk do ekzistojnë ditën që ne të shkojmë në zyrat e reja. U kam thënë që janë bashkë. Pra, ne u kemi dhenë me ditel, u kemi dhenë të rregull, do me pse janë bashkë, i keni parë vetë, bashkë bëjnë demonstratën, bashkë bëjnë dallaveret, bashkë vjedhën, i ndajnë parat, kush më tepër e kush më pak, zgjerën në parlament, ti e ke kostumin më shumë, ti ke vjedhë më shumë se unë, por duhet dalë në një që ka qenë prokuror në kohën e Ramis Alis, e quajnë Dash Sula. Ka qenë me pëden për shumë vjetë të dashur shqiptar. Tani, kryeministri e ka quajtur shumë herë kaposh i detit të Peqinit. E vërtet kaposh, po doli më mirë ta them pul deti, jo kaposh deti. Të dashur shqiptar, këta janë rrugachër. Të dashur shqiptar, këta janë pe familje komuniste. Këta janë për familje spionësh. Këta kanë punuar prokuror në kohën e Ramis Alis. Si që kam thënë më përpara, këta kanë qenë me pardesy të bardhë. Këta thonë që ne e kemi bërë më në 10-ën. Jo, e bëm ne më në 10-ën, dhe këta ishin oficerë dashur shqiptar. Pra, ky Dash Sula do të dëgjoni vetë, ministrja e bën prezantimin së bashku me kryeministrin Edi Rama, që është pri kosh me ditë të shkurtra, po ashtu bën prezantimin dhe me Dash Sula. Dëgjoni si i thot ajo, oj dashur Sula, bëjnë dashuri me parat tuaja, me një pulë deti. Dëgjoni dashur bashkëdhetar vetë, çfarë prezantimi? Dashur inspektori përgjithshëm, sot duam të diskutojmë, pra kemi bërë të takim me qëllim që të diskutojmë piketat kryesore të reformës, të gjithë. Pra ka që s'ka nevojë, mund të nxjerrni fytyrën e atyre përsëri? Ju e njihni fare mirë, dashur bashkëdhetar. Ky është Dash Sula, i Peqinit. Edi Rama, shikoj si e shikon, i ka thënë, ka poshtë deti, i Peqinit, që është nga Peqini. A mbani mend, disa vite më para, ky i zbrazi armën në mes të fushë sportit. Sepse janë së bashku të dyja partitë. Tashi e ka zgjedhur drejtor inspektor. Të dashur shqiptar, këta janë bashkë, këta janë rrugachër. Me këta u kanë lodhur për 35 vjetë. 35 vjetë u kanë vjedhur. E di çfarë kam mbledhur aty? Gjithë inspektorët e Shqipërisë, mund të tregoni foton, vetëm foton, sepse Edi Rama së bashku me pulën e detit i kam mbledhur të gjithë inspektorët, të gjithë hajdutët e Shqipërisë. Këta janë tërë hajdutët. Fotografia nuk e merr shumë fotoa, për arsye se janë shumë, po i shihni. Janë gjithë inspektorët që po rjepin për shqiptarët me çdo qytet, me çdo fshat. Këta janë të dashur shqiptarë. Këto fytyra u kanë qeverisur ju për 35 vjet. Doli Sali Berisha dhe foli kundra Dash Sula.
Foli kundra tha ja, tha, na tradhto Viku. A more Berisha. Po të gjithë që ke patur janë të një kategoria. Të kam thënë edhe mbrëm edhe përpara. Të gjithë ata që ti i ke vend me pozit, i ke pasuruar me shtëpi, me hotele, me restorant, ata janë së bashku me Edi Rama. Do me thënë, ju jeni së bashku. E coptuat Shqipërinë. E shitët 1 metro katror, $1. Dhe dashur shqiptar, këto fytyra që u kanë shqyer ju, që u kanë përzën fëmijët jashtë atë dheut, që u kanë dhenë pension $80, sepse tër Shqipëria ka qenë kooperativ edhe ferma, 2% ishen në për fabrika. Të gjithë kanë qenë në për kooperativ e në për ferma. Vetëm Lushnja kishe 8 ferma. Pluk, Qerm, Grabihan, Gradish, Gjaz, pra loj kam punuar. Dhe sot u japin $80. Këto fytyra që the mu dashur shqiptar, spaku i ka bërgati, do flasë më vonë, spaku i ka bërgati sot për flet arestimit i dërgojnë në përnjezit. Të dashur shqiptar, këto fytyra shikojnë i mirë si vishen, shikojnë i mirë si shkojnë nga një vend në një vend tjetër, sepse janë të dy partit pe një shpretke, pe një gjaku, janë parti bolshevike, dhe me keqa janë parti spionash që këta prindrit e këtyre dhe këta janë që kanë dëgjuar në përqelsat e derës, që më 26 vjet i vranë patriotët, me mashtrime duke gënjur. Pra këto fytyra keni patur, dhe këto fytyra u kam thënë dhe u them, a jeni gati ju për të bërë gjyq popullor, dhe gjyq popullor tamam si pe 1000 vjet më përpara, apo më mirë të them gjyq popullor si që bëjnë në Iran, që i godasën me gur dhe i sa t'japën shpirtin. Këta u kanë coptuar ju dashur shqiptar. U kanë coptuar, u kanë përzën fëmijë për të detit. Më erdhë sot disa nga Amerika që kanë nga 20-30 vjet, me lot në sy, e duan Shqipërinë, sepse Shqipëria është e tyre. Emigracioni është i hidhur në për Evropë, tallet Evropa me shqiptarë. Për një letër që ti duhe për pashaportizim, o për fëmijë, për lindjen e fëmijëve, kërkojnë mira $. Janë mbyllur, do me thënë, nuk janë ambasada, po janë ambasada sekserë, për droga, për të ullur autoritetin e kombit tonë. Por dashur shqiptar, erdhi fundi. Erdhi fundi këtyre. Erdhi fundi, si i themi një fjalë ne, me turp. Po këta s'kan turp. Këta nuk jojnë babën e tyre. Këta s'kan respekt për familje. Këta kanë hapur televizor, Top Channel, Big Brother, që s'ka asmi vend të botës. Asmi vend të dashur bashkëdetar. Këta e kanë bërë qëllimisht për të ullur autoritetin, për të përzënë rinin për të detit, për të ndeju vetë, mendonin të rinin vetë, që të vithin Shqipërinë, të ndani parat me ministrat e Evropës. Pra, të dashur shqiptar, të flash për këta, në dy në gojnë, pra, të dashur shqiptar, shikojeni edhe vetë, lexojeni çfarë thonë për çështjen e taksave të Evropës. Pra, shqiptarët e mi, ka shumë gjëra të dashur bashkëdetar, por gjërat që i nxjerrën në për televizore, mua nuk më intereson që është e vërteta, sepse i rregullojnë vetë aq bukur që të mbesojnë shqiptarët se janë burra të mirë dhe gra të mira të qeverisë.
unë i di gjërat origjinale. Të dashur shqiptar, si që thash mbrëm, ne kemi lajmëruar zyrtarisht SPAK-un, ka ardhur lajmi nga Amerika për të arrestuar sa më parë. Po ashtu edhe ambasadori gjerman dhe gjermanët me njëherë vajtë të takuan kryetari i ri të SPAK-ut, ju e shihni dhe vetë. Ky është kryetari i ri. Me qenë se më nxori regjizori foton e kryetarit të ri, zoti kryetar i SPAK-ut, u njoh fare mirë. Edhe ditën që ju zgjodh, hapte nga çanta juaj një shishe me ujë dhe një gotë. Do të thotë se ju s'kishën besim ke të tjerët që kini në SPAK. A here, unë po të drejtohem ty, se unë e di mirë punë e SPAK-ut. Sepse jam në Amerikë e jam në Shqipëri me mision. A here, kur ti s'pas ke besim ke të tjerët, për çfarë arsye nuk arreston Ballukun, e ke në tavolinë edhe zotnia që të ka erdhur të thot urgjent sa më parë. Ju jeni në detyrë, fole si bilbila ditë, fole historinë tënde, si e bërë prokuror, si ke qenë në Vlorë, si ke qenë kudo, dhe sot u zgjodhe për SPAK. Zoti kryetari je zgjedhur për SPAK për të arrestuar, jo për të marrë $10,000 në muajt, jo për të qeshur, sepse shqiptarët nuk po i pushojnë lotët nga të qarë, po janë tharë sytë, nga hidhrimet që kanë, nga gjërat që po bëjnë. Balluku nuk ka 100 hyrje, po ka 450 hyrje, apartamente, ka 3 jatë, jo 2, ka hotele, ka vila, parat e saj po myken, ato janë parat e shqiptarëve. Por ajo ka një numër të vogël, po hidhu dhe të tjerë dhe Edi Rama, që ka miliona, dën shtëpinë e tij ka tunel, ka mbledhur parat e dynjas, flori, euro, dollar, çfarë nuk gjen. Pra, drejtori i SPAK-ut, unë po të them me kompetencë, si kryetari i Shpresës të Kombit, si kryeministri i Qeverisë Teknike, pavarësisht se disave nuk u vjen mirë zbardhën dhëmbët, por do të shikoni Pilinçin ditën që hyn në qeveri, në zyrat e reja. Unë po të lajmëroj ty se bashku me ish kryetarin tjetër, fletët e arrestimit janë kohë që janë firmosur, dhe zotnia që të erdhi, nuk të erdhi të pinte kafe me ty, se edhe ai ka frikë të pi kafe, por e erdhi për të thënë, lëviz, zgjohu nga gjumi. Zgjohu sa nuk është vonë. Zgjohu sa nuk është vonë. Pse e them këtë? Sepse demonstrata që u bë, a ishte demonstrat vdekje, demonstrat bezinë. Çfarë bët ju si SPAK që keni byron kombëtare? A vajtët urgjent të shinit policinë që u blagos? Që vetë shefat e policisë i zhdukën, i hoqën nga spitali urgjent. A e dini që në përshpirat e tyre janë të sëmur, kanë marrë raport? Po pse i përzun nga spitali? Demek janë të dyja partit, duan rëmuj. Zoti kryetari i SPAK-ut paguesh nga Amerika. Jo vetëm ti, familjarisht. Ruhesh nga Amerika. Nuk të vret kush, po e keni bërë të madhe si ju doni mbrojtje. Jo prokuror, unë po them prokuror tani. Nuk u ngacmon njëri.
Po e bën një të madhe, a here kur ju pas keni kaq frikë, arrestoni sa më parë. Po e them përsëri, nëse ju nuk filloni arrestimet, kryetar e parlamentit, Peleshin, në qoftë se ju nuk filloni arrestimet, urgjent, Taulant Ballën, Fatmir Gjafën, këta të tre së bashku, pastaj të ka erdhur Gjermani, këta tre së bashku duan të mbledhen të quajtur parlamentin e tyre për të ndryshuar ligjin, për të bërë ligjin që s'kan të drejtë të arrestohen ministrat, apo kryeministri, apo matufi presidenti që ka vjedhur. Do të thotë që të vidhni sa të doni. Po i them gjithë ministrat që janë dhe deputetët, jeni në shikim kudo që shkoni, kudo që lëvisni, kudo që llamatisni, jeni në shikim duke fotografuar e duke incizuar çdo gjë që thoni ju. Sepse shqiptarët duan lirin, mjaft 82 vjet, mjaft 35 vjet me vjedhje, me vrasje dim të rinj që i keni futur, me largimin e të rinjve, sepse nuk zem punë, sepse din 4-5 gjuhë, ikin nga sytë kemët, s'duan të kthehen me në tokën e tyre, s'duan të kthehen me në prindrit e tyre, sepse s'kan bukë, s'kan ujë, s'kan drita, s'kan asgjë. Pra, sytë 97% të shqiptarëve që e duan Amerikën dhe sytë i kanë ke spaku. Ta din shqiptarë, këta spakut dashur shqiptarë janë prekurorë. I thonë spak, i vetmi në Shqipëri, në tokën e Shqipojave u krua spaku për të arrestuar këto 35 vjet. Jo për diçka tjetër, se vjen në spak për shumë gjëra, për çështje shtëpie, për çështje vjedhje, të dashur shqiptar, spaku është për të arrestuar. Ditën që ne shkojmë në qeveri, nuk ka më spak, ka prekurori. Pra ne, si që kam thënë dashur shqiptar, qeveria e re duhet laje sapet mirë me këta. Fshatarët e qytetarët e Shqipërisë, të u them qytetarë, me shekullin 21, po ne jemi fshatarë, ne jemi malsorë. Kur vreshtet o diçka, del një grem. A gremi shumë i pistë. Ne, atë gremin, do shkojmë 2 metro dën grem, do bim qiliz, që ti heqëm që nga 2 metro dën gremin, që të mos mbinë më kur kjo fare keqe, kjo fare që ju ka coptuar, 82 vjet. Ma përpara, copton të familjet tona, i intrenovi, i vravi patriotët e Shqipërisë. I vravi patriotët, intelektualet, por amën 35 vjet, 97% po eliminon. Po eliminon. Duan të rrinë vetëm ignorantët dhe rrugaqët. Pra, spak, si thash dje, sot është ditë e premte, unë jam i bindur se nga hena fillon arrestimet. Nëse ju nuk arrestoni, parat që keni marrë do t'u dalën nga goja, sepse janë taksat e këtij broshuri. Ky është broshuri kushtetuta e Amerikës. I keni marrë nga gjaku i taksave të Amerikës. Amerika po të dha $100 e ti marrësh ti vjedhësh, merr dënimin shumë e madh. Nuk pyet se kush je ti. Je kongresmen o deputet e kanë fjalën për në Amerikë, o senator. Kurse të vinë në tokën e Shqipërisë për të ndihmuar shqiptarët, mirë nga 10.000 ata farë rrugaqë deputeta që dje shanin
me letër shtëpie. Çfarë nuk thoshin? Edhe një çmendur ta marrësh nga Vlora apo nga Elbasani që thonë, nuk flet në atë gjuhë. Ja pra çfarë? Ju nuk i keni zgjedhur, keni drejt, se mund të më thoni si kemi zgjedhur ne, janë emëruar vetë. Por erdhi koha, të dashur shqiptar, se është nevoja më të lesh këtë foton, shqiptarët e din, shqiptarët janë të mençmë, po shqiptarët janë të shtypur dhe të vrarë. Të dashur shqiptar, të dyja partit, në janar, më falin në shkurt, me 20 shkurt, ka lajmëruar për një demonstrat tjetër. Shqiptarët e mi, shefi policisë të Kamzës, më dëgjoni me vëmendje, unë u kam thënë që ne dëgjojmë, ne shikojmë, shefi policisë të Kamzës, se bashku me kryetare Partisë Demokrate të Kamzës, po ashtu edhe një deputet, bëjmë plane që me 20 janar, më fali shkurt, janar shkurt mirë thash, se po i gatroj muajt, dhe demonstrat duan të djegin, të hapin parlamentin dhe të marrën dokumentat e parlamentit. Të marrin sekretin që s'paku ka shpjerë me mira e me mira letra për të arrestuar. Fakte, sidomos janë me mira, nuk e them do të numëri shumë i madh vetëm për Ballukun, pa për Peleshin, pa për deputetët, pa për Gjafër, që mundohen të bëjnë rëmuj. Pra dashur shqiptar, leqë nuk do venë, leqë nuk do të bëjnë si që ndezën radhe parë, sepse policia dhe nëse shefat e policisë nuk dalën për para a i drejtori të dali para policisë, ajo ministria, deputetët të dalën para e të aprovojnë zjarrin që e hedhen vetë. Këta kam planet dashur shqiptar të njëjtën si që hoqën pardije me fugon nga kryeministria. Tani kërkojnë të vend të marrën dokumentat, dosjet të shumta, dosjet me fakte në parlament. Edhe janë mbledhur bashk dhe vizitojnë, si që thash, çdo gjë dëgjohet. Duan që me 22 shefi policisë, dëgjon drejtor, shefi policisë të Kamzës, se bashku me kryetare PD-s dhe me një deputet i di emrat, po nuk i themi, pra duan të bëjnë rëmuj. Leri policat që i kemë shtëpi të plagosur nga zjarri, shpjeri prap në spital të shërohen, jo të behen me ilaçe primitive në shtëpi, janë të djegur. Të dashur shqiptar, u kam thënë, shikoni, policat, që i përzun nga spitali, sepse janë të dyja partit dashur bashkare. Djemë të rinj, djemë të nënave, babalarët e tyre marrën nga $80, kurse këta marrën nga $600, babalarët e tyre kam vetëm një dhomë e një kuzhinë, po të ketë 2 djemë, duhen 3 perde t'i ndaj veç e veç. Po të ketë një vajzë, ja pra, këta po djegin, se nuk djegin vetë, ju e pat vetë. Pra, dashur shqiptar, erdhi fundi këtyre. Por, unë do flasë për çështjen e Hagës, jo shumë, që e kam thënë dhe dije, si që thash, ne kemi lajmëruar para 2-3 ditëve, Hagën, që këta janë patriota, që këta janë patriotat e Kombit të Shqipërisë të kufive natyrore, këta janë që ishe krah për krah me ushtrinë amerikane, jo me NATO, me ushtrinë amerikane, që bombardovi sërbët. Unë ua kam thënë dhe ua them, në lajmëruan që mbrëm se prekuroria, ajo
fëllitur, fytyrë e shëmtuar, kjo kishte gënjur, kishte marrë para mashtrime për patriotët e Shqipërisë. Po nuk kam thënë dashur shqiptar, patriotët janë gjallë dhe po zgjohen. Unë kam patur edhe pardije, një grup shumë të madh nga Kosova, që kanë qenë ushtarët e UÇK-s, ushtarakët, që janë familjet që duan kombin. Janë familjet që gjyshrit e tyre janë vrarë vetëm për flamurin kuqezi. Ishën patriota. Pra, sa t'jemi gjallë ne, jo Hag, po ajo e mallkuara Francë, armiq ton shekullor, pra dashur shqiptar, ata do vinë edhe gjykata duhet thot t'i fali, palegjajs të kërkoj falje, të paguaj demin që u ka bërë ekonomikisht, moralisht, sepse ne shqiptarët kemi një moral dhe jemi shqiptarë që duan kombi shqiptar. Jemi një racë me pastër në botë, jemi një racë një ngjyrë. Jemi një racë që feja jonë është ky flamuri. Pavarësisht se janë 3 fe në tokën e Shqiponjave: katolik, ortodoks o krishterë, musliman. Por kur vjen koha, ky është feja jonë. Ky është flamuri jonë. Ky që na ka ngelur me këtë gjak që është anemban, që është gjakosur Shqipëria, edhe vinë të tallen francezët, që Franca ka patur Napoleonin me gjak shqiptar. Pra, Francës do t'i vi radha. Armiqve tonë shekullor nuk e kanë me muaj, po e kanë me ditë, dofta e me orë. Ta paguajnë demin që kanë bërë. Po të dalë fjalë, ai gjyqtari që është në fund, e mori vesh mirë, se nëse ka arritur puna për çështjen e Shqipërisë, ky gjyqtari që janë këta gjyqtarët, pa i shkretari, nëse ai gabon, i vjen radha dhe ati. Për arsye se ka marrë 4 patriot, ka marrë 4 shqiponja dhe i mban të izoluar. Nenat e tyre qajnë me lot, por janë tallur dhe disa në Kosovë, ish qeveritar apo janë qeveritar. Por erdhi koha, o shqiptarët e mi, Kosovë, Maqedoni, Malizi, dhe i pjesa që na ka ngelur e dërmuar Qamëria. Bashkohuni. Erdhi koha të bashkohemi bashk. Ti lem minjan më rrit. Ti lem minjat thashe themet. Thashe themet e kafendeve. Thashe themet e rakis. Thashe themet e rrugëve. Por, në thashe themet janë serioze. Janë të futur nga spionazhi sërb, grek, që të bëjnë thashe theme në për tavolinën, që t'i vrasën shqiptarët, t'i ndajnë shqiptarët nga familja, të ndajnë djalin nga baba, të ndajnë motrën nga vëllai. Pra, erdhi koha dashur shqiptar, të mlidhemi bashk, të bashkojmë një herë mirë, të na buzëqeshi buza, që buza jonë nuk na ka qeshur do njëherë. Sytë tonë, lotë tonë të dashur shqiptar, gjithmonë duke qarë. I thonë 80 e ca vjetë, ti lem kohën e Skënderbeut e luftëtarët, po t'i zem vetëm këto, që më 24 dhe deri më sot. Nuk na ka qeshur buzën. Edhe ata që kanë qenë dikur komunista, edhe atyre nuk u qeshte buzën, që punoni si slevë. Unë ju them gjithë shqiptarëve, të mbrojmë heronjt, të mbrojmë heronjt e Shqipërisë, heronjt që luftuan krah për krah me ushtarët amerikanë. Unë kam qenë prezent dashur bashkëdetar, pavarësisht
se unë nuk dilnje si figurë. Amerika hyri dhe e pastroi dhe e çlirovi Kosovën. Këta ishën të UÇK-s, ashtu u quajt, forca ndihmëse. Këta që thonë kanë vrarë, po nuk kanë vrarë shqiptarë. Kurse sërbët duhet ishin në këtë tavolinë, edhe do jenë në tavolinë shumë shpejt, kur bëhe Shqipëria me kufin natyror. Kur të bashkohemi ne, kur të flasëm vlla, me lagje, me qytetin. Nëse ne nuk duam fëmijët tonë, nëse ne nuk duam miqtë tonë, farefisin, miqtë, lagjen, qytetin, ne nuk mund ta duam kombin. Gënjejmë herë, sepse themi, nëse ne jemi të coptuar në familje, atë do sërbi, atë do greku, që ne të ziremi me njëri tjetrin. Të dashur shqiptar, po e përfundoj, dy partit ne do t'i eliminojmë, nuk do ekzistojnë më në tokën e Shqipërisë. Unë u them antarëve të thjeshtë, si të PD-s të quajtur, pa jo ka qenë parti e spionëve, janë akoma të gjithë udhëheqësat e tyre, të quajtur udhëheqësa, pa të janë sharlatan. Ashtu dhe në PS, shikojeni çfarë sharlatani është Edi Rama. Ai s'pyet për familjen e vet. Ai i ndan çdo gjë me shokët, me shoqjet. Pra të dashur shqiptar, ejani mos u vi zor, ejani që është shpresa e kombit, është fysheku i fundit të shpëtimit të Shqipërisë. Ejani të vinë 3 milion e gjysmë që kanë ikur bas 90-s. Ejani të dashur shqiptar ku janë në botë. Unë u kam thënë dhe përsëri e përsërit. Ditën që ne të vem në zyrat e reja, do vem me ju, që ju do punoni, ju do vini në përministri, duen me mira punojës. Pra, ejani sa më parë, por ditën që unë do t'jem, nuk do t'ket me këmë të huaj në tokën e Shqipërisë. E ka fjallën që kanë marrë pasurit tona. Ajo në pasurit e shqiptarëve. E janë i sa më parë të PS-s, të PD-s. Këtu është foleja. Këtu është shkëndia e fundit e kombit shqiptar. Unë po sakrifikoj për ju. E janë i pra, sakrifikoni edhe ju për veten tuaj të shihni një ditë të bardhë. Sakrifikoni juve për fëmijët tuaj, për niprat tuaj, që të shihni edhe ju një ditë bardhë, që jeni në moshë me pension, të shihni një herë fëmijët, niprat, mbesat, të takojni me komshin afër derës, që jeni hasmë, të buzëqeshni një herë, sepse është toka jonë, është lyer me gjak kjo toka jonë. Nuk është kot e kuqe dhe e zezë, jemi të nxirë të gjithë. Ja pra ne jemi shqiponjat, e shqiponjës të badhe, të kombit shqiptar. Ja pra, këta janë shqiponjat, që i kanë mirë zoluar, djemë të rinj, uthin, familje patriotësh, për leqë thonë, thashe themit, Shqip Forsit, Baraushgat, leqë thonë, në për rrugët, në për kafenet, pra dashur shqiptar, unë do flasë nesër përsëri, ku unë jam, do flasë gjëra më të reja, por të dashur shqiptar, do jeni krenar në qoftë se ju do bani këto dy flamur. Ky flamur e shpëtimi i kombit shqiptar. Ky flamur është dëmtuar, është rrëdzuar, por aman, nuk e kemi kthe kurriz si tani. Ju për 35 vjet, mos u ngelet qefi. Ju kurriz keni këtherë, po u kanë hypur rrugacët një qafë. U kanë hypur një qafë, zgjoni, dilni e lani sytë me ujtë ftohtë, mblidheni mendjen, që është fundi, është për të bërë kombi shqiptar. Fëmijët tuaj, niprat tuaj, që si keni parë,
jashtë detit ton, edhe jashtë oqeanit, të vinë, të shojnë, e njëherë po e them, ditën që unë të jem në zyrat e reja, do lajmëroj kombin e botës, ku ndodhen shqiptarë në Turqi, në Afganistan. Afganistan është një qytet me shqiptarë që në kohën e Aleksandrit të Madh. Të vinë, të bëjnë, të marrën në shtetësinë automatikisht, të vinë të hapën biznise, sepse ata janë strehuar atje, të vinë të hapën biznise në toka e strëgjyshve të tyre. Turq, ne kemi 10 milion shqiptarë, janë tregtar, janë të aftë, të zotë, se shqiptari shumë i zotë, po e le të lirë. Do kenë në shtetësi automatikisht. Jo si këta, Tirana, me në krye Edi Ramën, Berishën, Ilir Metën, kryeministër, presidenta. Donin $5.000 që njën nga Kosova të vinte të mirë në shtetësin. Ja mini parat, 5.000 këtu, 3.000 ja mirë të qeverisja e Kosovës. Dhe nuk i benin pashaportizimi. Mua më kanë ardhur me qindra që kanë paguar parat, edhe se kanë marë, asë në shtetësin, asë parat. Po si mund të i thuash të dashur shqiptar? Babaj i thot djalit, hajde thot, në shtëpi, po unë s'të le të vish, se nuk e djalit tim. Po si mund të i thuash të fëmijës që ti nuk je shqiptar, nuk e djalit tim? Pra, të dashur shqiptar, e janë një sa më parë, mos kini frikë për maraushgave, për mizave të kalit, për anti-shqiptarve, i shinin për televizor, si kërcet grushti me njeri tjetri. Këta janë spionët e Serbit. Natë në mirë dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim, spak, lëviz. Lëviz të henën, unë dua që ju të filloni arestimet. Për ndryshe, në të kundrën, e kuptoni çfarë do bëhet. Natë në mirë dashur bashkëdhetar shqiptar. Miru pafshim, sidomos do dalë përsëri nesër. Besoj nga ora 3, si të shohim arsyen. Natë në mirë.